Thonë që panella bardhë blu dhe e kuqe grinde me njëra tjetrën edhe po t'i hedhësh të dyja në tokë. Por çfarë ndodh në derbin e grup moshave tek 18 vjeçarët? Shumë gola, grind dhe ish lojtarë dhe pranishëm në tribuna. Ishte momenti për të ardhur, pa diskutim që kur ka derbi është pak më e veçantë. Formojmë njerëz të mirë në radhë parë, pastaj formojmë sportista të mirë. Jo, po mund nuk është mirë është, po nuk është në atë nivel që dua unë. Jo të vëdoti. Jo. Ndiqeni çfarë ndodhi në Andale Sport. Dhe nuk mund mungoj ku ka derbi, duhet të ketë dhe një pano. Nuk e kam gabim, apo jo? Jo, pa diskutim që është mos e drejtë. Sigurisht që kisha kohë pa ardhur pa i parë ekipet e moshave. Është kënaqësi aq më tepër që gjithmonë derbi ka të kënaqësinë e vet edhe sigurisht që lojtarët e të dy ekipeve japin diçka më tepër për ta fituar. Vetë Ledio Pano ka drejtuar një ekip Partizanit të moshave, ka drejtuar U17 dhe tani kthehesh edhe për të parë në ndeshje për kalu dhe fundjavën ndoshta apo? Pa diskutim, është për të kalu fundjavën, sigurisht që ne që jemi rritur me futbollin nuk mund të ndajemi kollaj. Sigurisht vim, shohim Vegjli, shohim moshat, shohim ekipin e parë. Pa diskutim që kjo është detyra jonë tani edhe japim edhe nga një mendim nëpër televizion, kështu që ishte momenti për të ardhur, pa diskutim që kur ka derbi është pak më e veçantë, edhe emocionet, edhe ndeshjet janë të veçanta. Pa diskutim që unë kam edhe një nga lojtarët e mi të preferuar këtu, Joni Çavushin, e kam pasur qy 5 vjeç edhe e ndjek gjithmonë. Më pëlqen të shoh edhe moshat, por edhe ekipin e parë. Ky është derbi i moshave, ndoshta nuk ka atë vëmendjen e madhe siç ka derbi i madh, por prapë rivaliteti dallohet fush. Apo ku ka Tirana dhe Partizani gjithmonë ka rivalitet. Jo më kot e thash që derbi gjithmonë ka rivalitet, jo vetëm ekipi i parë, po duke filluar nga gjitha, po të shohësh edhe ekipet e moshave të vogla 10 vjeç, 19, 10 vjeç, kur luajnë ndërmjet tyre, sigurisht kanë atë rivalitetin e tyre. Kështu që ja ushtrojnë besoj trajnerët apo edhe vetë emrat e dy ekipeve ushtrojnë atë mendimin e derbit, edhe fëmijët edhe moshat kanë gjithmonë atë kënaqësinë që kur fiton derbin është një emocion i veçantë. Është diçka që mua gjithmonë më ka bërë përshtypje. Tek moshat më tepër kërkohet rezultati se sa kërkohet mënyra e të luajturit futboll të lojtarëve. Kështu që për mua më e rëndësishme duhet jetë
mënyra e të rriturit të futbollistëve, mënyrën se si do të luajnë, se si dhe rezultati është në fund pastaj. Partizanin e madh ku është këtë vit? Po ne që jemi pjesë e atij klubi, duam ta shohim sa më lart, ku ka dalë edhe kampion, sepse besoj që i ka cilësinë. Nuk e nisi mirë, por që besoj që është në një rrugë të mbarë, në një rrugë të mirë. Kështu që sa më lart, aq më mirë është. Atëherë, objektivi jonë si Akademia e Tiranës, që besoj Akademia me gjithë trajnerët punojmë me një program që është gjithmonë çuarja e çunave ke ekipit parë. Dhe formojmë njerëz të mirë në radhë parë, pastaj formojmë sportista të mirë dhe disa që janë futbollista elit që të shfaqen ekip parë. Dhe duke u bërë kjo, pastaj futet edhe pjesa kolektive që është edhe fitoria që neve, sepse njeriu në fundit duhet luftoj gjithmonë për të arritur diçka. Siç është kjo pak e jona që është fitoria. Po gjithmonë objektivi më i madh është ti çem çunat. Sa lojtar ke që do shkojnë te ekipi parë në mendimin tënd? Apo tjetë për ty gjithë ekipi? Për mu me zemër, jo të luaj 11, po të luaj 25, sa që kam, edhe të shkojnë sa më shumë, du t'i shoh gjithë lartë. Ashtu si që kemi parë Mihanën edhe Voglin, që kanë qenë dhe me mu, edhe i shohim sipër edhe ndjehemi krenar. Jam këtu me Abraham që tani ka emocionet e një prindi që ndjek fëmijën duke parë futboll. Abraham, si ndihesh kur e shet djalin të ndjekë hapat e tu, po them? Unë e para ndjem krenar, sepse edhe unë e kam qenë futbollist, edhe pavarësisht se ne luajmë pozicione ndryshme, por ai ka aftësitë e veta, unë kam aftësinë tim ku kam qenë sportist, por si prindërit është një krenar që i cili çdo prindërit e ka si prindër, domethënë, ku ke qunit të ndosë futboll. Edhe kam edhe ato emocion që ka prindërit sigurisht, ku luajnë edhe qunit. Që djali jot të shkojë te Tirana ke ndikuar ti apo donte ai vet? Ishte edhe ai pak bardhë blu. Jo, ka shkuar vet, nuk ka lidhje me mua. Unë kam loz, ai po loz po vetë, kështu që s'ka lidhje. Ti vet ke jetuar në Shqipëri, ke luajtur në Shqipëri për gati 15 vite apo jo? Më shumë. Më shumë. Cili është ky tim më i bukur që ke ti nga futbolli shqiptar? Ku kemi bën ndeshje me Milan. Me Milan. Tirana Milan. Me legjendat e futbollit. Po normal, është një emocion jashtëzakonisht që cili nuk shpjegoj dot. Cili ka qenë ai lojtari që të vuri më shumë vështirësi, se ti kishe shumë Shevchenko, shumë lojtar përpara. Ronaldinho pra, normal. Ronaldinho. Si a dole? Isham vetëm me lutje se mos ma hadi muze. Po. Që ai është. Se po luat dhe ndesha dhe kemi edhe mendje për të parë çfarë po do të fush. Djali jot po bën ndeshje të mirë deri tani. Si gjykon ti? Se unë them që luan mirë, po ndoshta ti ke mendim tjetër. Jo, po mua nuk është mirë është, po nuk është në ato nivel që dua unë. Jo të kudo ti. Jo. Nëse djali jot bëhet lojtar futbolli dhe arrin të shkojë nivele të larta, a do luaj për kombëtarën shqiptare? Ato do ta vendos vetë ai. Ato do ta vendos. Unë nuk kam. Ti le dorë të lirë. Dëshirën e ka? Po ka. Ishte ndeshje shumë e mirë në këto nivele, domethënë që ne pretendojmë, është akoma ne kërkojmë akoma më shumë si gjithmonë, por jam i kënaqur nga krejt loja. Rëndësishme është që në fund shkoj fair play dhe edhe u ndam të dyja ekipet paqësisht dhe me një lojë shumë dinjitoze nga të dyja ekipet. Cila është ajo këshilla që jep çunave para një ndeshje derbi? Dihet që janë mosh, po them 17-18 vjeç, ndoshta e merr pak ai impakti lojës, po çfarë i thua ti para ndeshjes? Unë gjithmonë i them përpara derbit vetëm argëtohuni. Luni futboll për mua nuk është shumë e rëndësishme rezultati, sesa loja dhe demonstrimi që ato bëjnë fush. Pra gjithmonë vetëm futuni në lojë, japi maksimumi dhe argëtohuni dhe mos e mbani mendjen sa është rezultati. Edhe jemi pas goxha rezultate të mira dhe vjet kemi dalë kampion të Shqipërisë po me këtë grup edhe fitues të kupës, por qëllimi vetëm është fitojmë zemrën e gjithë secilit nga lojtarët dhe pastaj e rëndësishme është të lozim mirë futboll. Pastaj se a vjen me një trofe ose vjen nuk është shumë e rëndësishme. As për ne, as për klubin. Derbi, gjithmonë mbetet derbi, mbetet dhe luftuar fush apo jo? Tani ju e ndani atë limitin e të qenit brenda fushë dhe jashtë mbeteni shok apo si është kjo ideja? Jo, ne çka kemi i lëm këtu, jashtë nuk kemi asgjë gjë me kundërshtarët. Okej. Ashtu të gjithë kena të njoftë, jena shok të gjithë. Por në fushë rival gjithmonë. Po, fushë. Okej, unë e falenderoj.